Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Turqisë, është një ndër figurat që kesh përdorur më së shumti për të krijuar pretendime të pavërteta me deklarata të ndryshme se gjoja ai flet për Kosovën. Sfundi, përmes disa postimeve në media sociale, është pretenduar se Kinse Erdogan ka deklaruar kështu. Hibrit.info ka hulumtuar në lidhje me këtë deklarat, por e njëjta nuk figuron në asnjë burim kredibil, në asë në gjuhën shqipe e asë në atë turke. Njëra fotografi është gjetur së shkrepur në vitin 2022, në një konferencë të përbashkët ndërmjet presidentit Erdogan dhe Vjosa Osmanit, presidentes së Kosovës. Hibrit.info ka gjetur se në atë vit, Erdogani nuk ka deklaruar çfarë pretendohet në mediat sociale. Ndërsa fotografia tjetër është shkrepur në këtë vit, në prill, në forumin diplomatik në Antalya. Hibrit.info ka gjetë komplet fjalimin e Erdoganit të mbajtur në këtë forum diplomatik. Pas verifikimit është gjetur se një deklarat e tillë Erdoganit për kosovarët nuk ekziston. Kjo nuk është hera e parë që publikohen pretendime të tilla të cilat i veshën presidentit turk. Ekipi i Hibrit.infos ka identifikuar edhe më parë përmbajtje të tilla me deklarata gjoja të thënë nga presidenti i Turqisë, qoftë pro apo edhe kundër Kosovës. Prandaj, para se të bëheni pjesë e grupit të njerëzve që u besojnë përmbajtjeve të tilla, merreni ato me dyshim apo dërgoni tek ne në Hibrit.info. Ne do t'i verifikojmë. Për video të tjera si kjo, bëjeni Hibritin subscribe në YouTube.